Zbulimi i një pasurie me vlerë mbi 200 milionë euro e lidhur me rrjetin financiar të Matteo Messina Denaros ka rikthyer në qendër të vëmendjes jo vetëm perandorinë ekonomike të bosit të Cosa Nostra, por edhe pistat e vjetra hetimore që lidhnin atë me Ballkanin dhe Shqipërinë. Operacioni i zhvilluar nga Guardia di Finanza dhe Prokuroria Antimafia e Palermos konsiderohet një nga goditjet më të mëdha ndaj trashëgimisë ekonomike të mafias siciliane. 3 persona u arrestuan, ndërsa u sekuestruan kompani, pasuri të paluajtshme, llogari financiare dhe asete të tjera që sipas hetuesve janë krijuar nga fitimet e trafikut ndërkombëtar të drogës që nga vitet 1980. Hetimi shtrihet në disa vende të botës, përfshirë Andorën, Gjilbratarin, Ishujt Kajman, Luksemburgun, Zvicrën, Libanin, Monakon dhe Spanjën, ku autoritetet zbuluan një rrjet kompleks investimesh të fshehura pas kompanive offshore. Sipas prokurorit të Palermos, Maurizio De Lucia, bëhet fjalë për një pjesë të rëndësishme të investimeve që Cosa Nostra ka kryer jashtë Italisë përgjatë dekadave. Në mesin e aseteve të identifikuara janë kompani të pasurive të paluajtshme, vila luksoze në zonat ekskluzive të Marbellas, Malagas dhe Puerto Banusit, si dhe struktura financiare të ndërtuara për të ricikluar fitimet e trafikut të kokainës. Mediat italiane kanë cilësuar operacionin si zbulimin e thesarit të drogës së Matteo Messina Denaros, por ndërsa hetuesit po zbulojnë gjurmët e kapitalit të mafias në Europë dhe në parajsat fiskale, një pyetje mbetet ende pa përgjigje: a kanë përrritur ndonjë pjesë e këtij rrjeti financiar edhe në Shqipëri? Prej vitesh emri i Shqipërisë është shfaqur në raportime të ndryshme italiane që lidhen me lëvizjet e Denaros gjatë arratisë së tij 30 vjeçare. Sipas mediave italiane, bosi i Cosa Nostras dyshohet se ka udhëtuar në Shqipëri dhe Maltozi për të ndërtuar kontakte të lidhura me trafikun ndërkombëtar të drogës. Raportimet flasin se fillimisht në Shqipëri ishte dërguar Luca Bellomo, bashkëshorti i mbesës së tij Lorenza, ndërsa më pas vetë Denaro dyshohet se ka kryer udhëtime për takuar biznesmen dhe persona me ndikim. Hetuesit italian kanë ngritur dyshime se këto lëvizje lidhet me zgjerimin e rrjetit të trafikut të kokainës dhe me investime të mundshme jashtë Italisë. Edhe gazetari investigativ Roberto Saviano, një nga njohësit më të mëdhenj të mafias italiane, ka përmendur Shqipërinë kur ka folur për pasurinë e fshehur të Denaros. Ndoshta prokurorët nuk do të arrijnë kurrë të identifikojnë të gjitha paratë e Matteo Messina Denaros. Pasuritë materiale në Itali mund të gjurmohen, por llogarit jashtë vendit, paratë e tij ndoshta në Shqipëri, zonë ku hetimet e kanë gjurmuar shpesh, apo kapitalet në parajsat fiskale mund të mos zbulohen kurrë, shkruante Saviano në një analizë kushtuar trashëgimisë së bosit mafioz. Deri tani autoritetet italiane nuk kanë bërë publik asnjë aset të sekuestruar në Shqipëri dhe nuk ekziston një konfirmim zyrtar për investimet të Denaros në territorin shqiptar. Megjithatë, fakti që Shqipëria është përmendur vazhdimisht në pistat hetimore dhe në analizat mbi rrjetin e tij financiar ka bërë që pas operacionit të fundit të antimafias të rikthehen pyetjet mbi rolin që mund të ketë luajtur vendi ynë në lëvizjet e njërit prej bosëve më të fuqishëm të mafias europiane, ndërsa Italia vazhdon të çmontojë perandorinë financiare të njerëzit që për 3 dekada sfidoi drejtësinë. Një pjesë e misterit ende mbetet e pasbardhur. Sa nga pasuria e fshehur e Matteo Messina Denaros ndodhet ende jashtë radarëve të hetuesve dhe a kaloi një pjesë e saj përmes Shqipërisë? Reforma në drejtësi u shit si operacioni më i madh i pastrimit institucional që kishte njohur ndonjëherë Shqipëria. U premtua se kush nuk justifikonte pasurinë, kush dështonte përballë filtrave të vettingut dhe kush nuk përmbushte standardet e integritetit, do të largohej përfundimisht nga funksionet publike që lidhen me ligjin dhe interesin e qytetarëve. Por Shqipëria vazhdon të prodhojë paradokse që asnjë reformë nuk arrin të zgjidhë. Elio Mazreku u largua nga sistemi i drejtësisë pas procesit të vettingut. Komisioni i pavarur i kualifikimit konstatoi probleme serioze në kriterin e pasurisë dhe një bilanc negativ financiar prej miliona lekësh. Ky ishte vendimi që e nxori jashtë sistemit një prokuror në emër të standardeve që reforma pretendonte të vendoste. Sot i njëjti person emërohet në krye të hetimit doganor. Kjo nuk është thjesht një lëvizje administrative, kjo është një goditje drejt për drejt ndaj vetë logjikës së reformës në drejtësi. Doganat përbëjnë një nga nyjet më të ndjeshme të shtetit shqiptar. Aty kalojnë miliarda euro mallra. Interesa të mëdha biznesi, akciza, taksa dhe një histori e gjatë skandalesh që kanë shoqëruar çdo qeveri. Çdo raport ndërkombëtar për korrupsionin në Shqipëri ka identifikuar doganat si një nga sektorët me risk të lartë për abuzim dhe ndikim klientelist. Në çdo shtet normal, një zyrtar që nuk kalon filtrat e integritetit për të ushtruar detyrën e prokurorit do ta kishte të vështirë të merrte drejtimin e një strukture kaq të ndjeshme financiar. Në Shqipëri ndodhet kundërta, shkarkimi nuk shërben si pengesë. Shkarkimi shërben si trampolin për një post tjetër. Akoma më shumë pikpyetje ngre fakti se Mazreku njihet si familjar i ish prokurores së përgjithshme Ina Rama. Kjo lidhje familjare nuk përbën në vetvete shkelje ligjore, por në një vend ku rrjetet familjare, klienteliste dhe politike kanë dominuar për dekada administratën publike, publiku ka të drejtë të dinë nëse emërimet të tilla burojnë nga meritokracia apo nga lidhjet. Qeveria ka detyrimin të shpjegojë se cilat ishin kriteret që e bën një person të shkarkuar nga vettingu kandidatin më të përshtatshëm për të drejtuar hetimin doganor.
Çfarë cilësisht gjeti administrata te një ish prokuror që nuk arriti të binte organet e rivlerësimit për pasurinë e tij? Kush e propozoi, kush e mbështeti, kush mori përgjegjësinë politike për këtë emrim? Këto nuk janë pyetje personale, janë pyetje që prekin besimin e qytetarëve te shteti. Sepse kur reforma largon një zyrtar nga dera dhe pushteti rikthen nga dritarja, qytetarët kuptojnë se problemi nuk qëndron te ligjet. Problemi qëndron te sistemi që riciklon të njëjtët emra, të njëjtat lidhje dhe të njëjtat mekanizma ndikimi. Në fund mesazhi që merr publiku është i qartë. Në Shqipëri mund të humbasësh statusin e prokurorit për shkak të vettingut, por kjo nuk të pengon të marrësh drejtimin e një sektori ku kalojnë interesa financiare shumë të mëdha. Kjo nuk është fitore e reformës. Kjo është dëshmi se kasta e vjetër e pushtetit vazhdon të mbijetojë të përshtatet dhe të riciklojë vetveten pavarësisht emrit që i vendoset reformës së radhës. Pas humbjes në zgjedhjet e 14 maj 2025 kundër Sali Berishës, filloi presioni i zërave brenda PD-s dhe nga një pjesë e shoqërisë që kërkon rotacion pushteti, duke i kërkuar të largohet nga drejtimi i partisë me 3 argument. Në zbatim të statutit të partisë që përcakton mbarimin e mandatit të kryetarit të PD-s dhe mos rikandidimin e tij, kur partia humbet zgjedhjet parlamentare, bashkëngjitur humbjes më të thellë se në 2021 për shkak të humbjes së besimit nga antarësia dhe mbështetësit. Sanksionimi i Sali Berishës me mas non grata nga SHUBA dhe Mbretëria e Bashkuar është pengesë kryesore për rikthimin e PD-s në pushtet. Prej 13 vitesh në opozitë, Sali Berisha si kartë e djegur në sytë e shqiptarëve dhe si pazarxhi i interesave të tij me kryeministrin Edi Rama, po shërben si garanci për qëndrimin e tij në pushtet. Përgjigjja e Sali Berishës: jam me mision në krye të PD-s, nuk largohem derisa të kem frym. Këtyre zërave që përcjellin realitetin dhe i kërkojnë largimin nga drejtimi i PD-s, Sali Berisha u është përgjigjur: unë nuk do të largohem nga drejtimi i partisë derisa të kem frym, sepse kam ardhur dhe jam me mision në krye të saj. Ka thënë të vërtetën që gjatë 35 viteve në krye të PD-s, Sali Berisha ka dëshmuar me veprime se ka qenë dhe është vërtet me mision të ngarkuar nga ish-kupola e diktaturës në krye të së djathtës për ta shkatruar dhe mbajtur peng dhe e ka kryer me sukses këtë mision. Ai hyri në lëvizjen e dhjetorit, i instruktuar nga Ramiz Alia dhe familja e diktatorit Enver Hoxha si gjoja antikomuniste, mik mbështetës i studentëve, të përndjekurve dhe intelektualëve idealist. Por pas një muaji, në zbatim të platformës Katovica, Sali Berisha u rrëmbeu PD-n për zuri me dhunë intriga të gjithë themeluesit, demokratët e vërtet antikomunistë, të përndjekurit intelektualët dhe idealistët. Ai e mbushi kupolën dhe strukturat e partisë të qeverisë me familjar bllokmenësh, me komunistë ekstremist, hetuese spion të ish diktaturës dhe sundon PD-n prej 36 vitesh, duke çuar në degradim të plotë pa shpresë për rikthim në pushtet. Nga misionar Tinzari Ramizalist e Zoraxhi i Pështiri Edi Ramës, pas suksesit të pazarit më 21 prill 2008 për të bllokuar votën direkte dhe emrimin e deputetëve me lista, Sali Berisha i vazhdoi pazaret me Edi Ramën pas rënies nga pushteti. Gjatë këtyre 13 viteve Sali Berisha nuk e ka konsideruar dhe përjetuar veten në opozit, jo thjesht sepse ka pak deputeti dhe favore si drejtues i partisë opozitare, por sepse ai, gruaja, vajza, djali, dhëndri, kunati, mbesa dhe urtakët e tyre janë në listën preferenciale të kryeministrit Edi Rama si përfitues koncesionesh, fondesh publike, leje ndërtimi, trojesh e tokash, pas një ndryshim nga përfitimet kur në pushtet ishte baba Sali Berisha. Për çdo marrëveshje ligji, vendim pazaresh, marrëveshje politike e parlamentare që i duhet Edi Ramës për të vazhduar sundimin e tij, Sali Berisha e firmos në këmbim të shpërblimeve me troje, toka, leje kullash, pallatesh e kompleksesh me vila, duke u kthyer në Zoraxhi të Edi Ramës. Ky është profili i sharlatanit që shkatroi dhe po mban peng partinë e idealeve demokratike, në këmbim të sigurisë së pasurive të vjedhura dhe shtimit të tyre, sepse ky është parimi, morali dhe qëllimi i Sali Berishës përballë Edi Ramës, ndërsa demokratët për të janë vetëm numra. Një nga projektet më të rëndësishme infrastrukturore në veri të vendit, pjesë e korridorit Adriatico-Jonian, do të realizohet nga kompania Salilari, e cila u shpall fituese e tenderit për ndërtimin e aksit Milot-Balltren. Në këtë mënyrë, një nga segmentet rrugore ku kilometri do të kushtojë 21.4 milion euro pa TVSH, i besohet një prej kompanive të preferuara të kryeministrit Edi Rama. Shpallja e fituesit bën të mundur që më në fund të nisë realizimi i kësaj vepre infrastrukturore, e cila do të përmirësojë ndjeshëm lëvizjen e automjeteve dhe lidhjen e zonave veriore me pjesën tjetër të vendit. U shpreh ministri i infrastrukturës Enea Karakaçi, i cili dha njoftimin për shpalljen e kompanisë fituese. Gjurma e propozuar e rrugës Milot-Balltren ka një gjatësi prej 17 km dhe fillon në nyjën e Milotit, ku do të lidhet me segmentin Milot-Thuman-Kashar-Lekaj dhe me rrugën e Kombit, dhe do të përfundojë në rrugën ekzistuese Tiranë-Shkodër në Balltren. Vlera e koncesionit sipas publikimit të procedurës ishte 364 milion euro pa TVSH për një kohë zgjatje kontrate 35 vjet. Ministri Karakaçi tha se përzgjedhja e kompanisë fituese nuk ka qenë e lehtë, pasi disa përpjekje të mëparshme për realizimin e projektit
Tenderit nuk kanë rezultuar të suksesshme. Ai tha se institucionet do të angazhohen për nisjen sa më të shpejtë të punimeve me synim për fundimin e projektit sipas afateve të parashikuara. Referuar dokumenteve zyrtare të shpalljes së tenderit, segmenti ekzistues i rrugës që shërben për drejtimin nga Miloti në Balldreve dhe zonat përreth është me 2 drejtime vajtje-ardhje. Rruga ekzistuese ka një gjatësi më të madhe nga propozimi i ri. Parametra teknik të lëvizjes në këtë rrugë janë të një niveli shumë të ulët. Sipas parashikimit të kërkesës së trafikut, kapaciteti do të tejkalohet së shpejti, duke rritur numrin e automjeteve në qarkullim, duke sjellë pamundësinë e përballimit të këtij kapaciteti nga rruga ekzistuese. Autostrada e re do të shtrihet nga Miloti në Balldreve si vazhdimi i autostradës Kashar-Thuman Milot, duke përmirësuar këtë pjesë nga rrugë kategoria C në autostradë të kategorisë A. Ky aks do të ketë një karrexhat 2 fishe me nga 2 korsi me një ndarëse korsish dhe korsi të emergjencës, bankine, tunel me 2 tuba, vepra arti të mëdha mbi lumin mat dhe lumin drin, vepra arti të vogla, rrugët paralele të kategorisë F2, nyjet në disnivel bashkë me rrugët lidhëse, rrugë alternative pa pagesë të kategorisë C në një distancë jo më pak se 1 kilometër nga aksi kryesor, si edhe operimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës së operimit përfshir kabinat, sistemin e portave të automatizuara për lejimin e hyrjeve daljeve në rrugë, sensorët e trafikut dhe elementet e tjerë matës, sistemin elektronik për mbledhjen e tarifave dhe të monitorimit të trafikut, serverët e nevojshëm për mbajtjen dhe përpunimin e të dhënave të trafikut edhe të arkëtimeve përkatëse, si edhe çdo element tjetër të nevojshëm për realizimin e shërbimit të mundësimit të aksesit në rrugë të përdoruesve, argëtimin e tarifës, kontrollin e trafikut dhe ofrimin e ndihmës për përdoruesit, parandalimin e shkeljeve duke përfshirë reagimin në rast ndërhyrjesh urgjente, thuhet në dokumentet e shpalljes së tenderit. Autostrada pritet të reduktojë ndjeshëm kohën e udhëtimit drejt Lezhës, Shkodrës dhe Malit të Zi, të rrisë sigurinë rrugore dhe të mbështesë zhvillimin ekonomik të zonës. Sipas planifikimeve të qeverisë Milot, Balldreve është një nga hallkat kryesore për përfundimin e korridorit blu, një projekt që synon të transformojë lidhjet rrugore të Shqipërisë me rajonin dhe Bashkimin Evropian. Festa e 35 vjetorit të themelimit të PS-së së Vlorës ka ndryshuar në mënyrë të rrufeshme, pasi Edi Rama ka urdhëruar organizimin e një mitingu në qendër të qytetit, të cilin Sali Berisha dje në parlament e quajti një anti-miting, duke e lidhur drejt për drejt me protestat kundër qeverisë për projektin e Zvërnecit. Në të vërtetë kreu i PD-s duket se ka informacion të sakt pasi ndryshimi i agjendës. Në të vërtetë kreu i PD-s duket se ka informacion të sakt pasi ndryshimi i agjendës ka ndodhur papritur dhe sipas burimeve, tubimi i Vlorës do të jetë një demonstrim force i mazhorancës, siç mësohet. Aty do t'u jepet hapësirë e gjerë zërave nga populli. Një pjesë e tyre do të jenë të rinj, afërsisht të së njëjtës grup mosh me protestuesit që kanë dalë kundër Edi Ramës. Me kujdes janë përgatitur edhe materialet e fjalimeve të këtyre të rinjve, të cilët pritet i përgjigjen ashpër gjuhës së përdorur nga një pjesë e protestuesve para kryeministrisë dhe selisë së PS-s. Synimi është i qartë, të zgjojë militantizmin e fjetur dhe zhgënjimin e elektoratit socialist, por njëkohësisht të përdorë strategjinë e tensionit për të mbajtur të polarizuar skenën politike. Plani synon që militantët e PS-s në Vlorë të kërkojnë vetë të jenë në terren për të ndaluar atë që e konsiderojnë agresion ndaj Partisë Socialiste. Edi Rama pritet që gjatë mitingut të deklarojë se socialistët nuk duhet të bien pre provokimeve të asaj që ai e quan luftë hibride, por sipas të njëjtit skenar, militantët nuk do ta pranojnë politikisht këtë thirrje të Ramës, duke kërkuar që së paku pjesërisht të jenë të pranishëm në selit e PS-s për të penguar çdo agresion ndaj drejtuesve të saj. Madje pritet të kërkohet që në çdo selit të PS-s të krijohen grupe të gatshme militantësh, të cilët do të qëndrojnë në gatishmëri të vazhdueshme për të ndaluar hyrjen me forcë të protestuesve. Këtë nismë Rama pritet ta përforcojë edhe përmes ringritjes së grupeve online në rrjetet sociale. Sipas burimeve, do të sulmohen ashpër deputetët dhe figurat e larta të Partisë Socialiste që kanë heshtur apo që janë shprehur në favor të protestës kundër Zvërnecit. Janë përgatitur edhe formulime politike ku do thuhet qartë se kush është kundër PS-s sot duhet të largohet menjëherë nga radhët e saj. Kjo strategji njihet në politologji si strategjia e tensionit, e përdorur historikisht nga lëvizje ekstreme në fillim të shekullit të kaluar, nga bolshevikët e deri tek fashistët në Itali dhe nazistët në Gjermani. Strategjia e tensionit synon polarizimin maksimal të fushës politike, duke nxjerrë jashtë loje sa më shumë faktorët e moderuar. Në këtë fazë të zhvillimeve, më shumë se sa politikanët që flasin me argumente, pritet të dalin në plan të parë njerëzit e veprimit. Madje nuk përjashtohet mundësia që në skenë të shfaqen edhe të fortët për të përballur me protestuesit më agresiv. Duket se Edi Rama ka vendosur të shkojë në samitin BE Ballkani Perëndimor me një atmosferë më të ekuilibruar politikisht, ndërkohë që aktualisht perceptohet si një lider i vënë nën presion nga revolta popullore. Megjithatë, zërat pranë mazhorancës thonë se nuk përjashtohet mundësia që në momentin e fundit Rama ta anulojë pjesëmarrjen e tij në samit, duke ia deleguar presidentit të Republikës përfaqësimin e Shqipërisë.
Në Vlorë do të mbahen 2 mitingje nga 2 partitë e vjetra PS e PD që e doqën qytetin në vitin 97 dhe që për shkak të tyre u vran 10 ushtarake qytetarë. Pas 30 vitesh janë përsëri krerët e 2 partive, që të tmerruar nga protesta në Tiranë kanë vendosur ta sfumojnë SB-n atë. Nëpërmjet aktrimit të tyre me mitingje antimitingje të dakorduara në Vlorë nga Edi Rama e Sali Berisha. PS do të bëjë miting festiv për 35 vjetorin e themelimit, kur festimet e këtij përvjetori Edi Rama i mbylli para 3-4 ditësh në Tiranë, ndërsa PD në të njëjtën orë në Vlorë do të bëjë antimiting kundër mitingut të PS-s. Në komunikimin e ditës së premte me mediat, Sali Berisha deklaroi se antimitingun në Vlorë nuk e organizon PD-ja, por është nismë e qytetarëve të zemëruar të Vlorës kundër korrupsionit të qeverisë dhe Edi Ramës. Dokumenti që po publikon pamfleti vërteton se mitingu i PD-s kundër mitingut të PS-s në Vlorë është organizuar dhe thirrur nga PD-ja në të njëjtën ditë orë e vend. Në faqen e tij zyrtare të Facebook dhe në të gjitha rrjetet sociale, drejtuesi politik i PD-s së qarkut Vlorë Aurel Bylykbashi ka publikuar këtë njoftim. Dega e Partisë Demokratike Vlorë më datë 5 qershor ora 18 organizon protestë në sheshin Parabashkisë së qytetit. Së bashku për ndryshim, Vlora proteston për të drejtat e saj. Ndërsa pak orë para kësaj proteste, kryetari i PD-s Sali Berisha deklaroi se protesta në Vlorë nuk është e organizuar dhe e drejtuar nga PD-ja, por nga qytetarët dhe ne si parti do ta mbështesim. Këtë antimiting Sali Berisha e paralajmëroi një ditë më parë në parlament, duke i bërë thirrje kryeministrit Edi Rama që ta anullonte mitingun e PS-s në Vlorë, ose PD do t'i japë përgjigjen e merituar atje në Vlorë. Dhe ja ku të dyja partitë me drejtues ortak që aktrojnë si armiq janë përballë njëra tjetrës në Vlorë, me mitingje dhe antimitingje, tamam si në luftën e tyre të janar-qershorit 97.